Futbolli evropian nuk ndërtohet më mbi rastësinë, por mbi projekte afatgjata ku çdo detaj matet, testohet dhe filtrohet pa kompromis. Në këtë sistem të pamëshirshëm, vetëm lojtarët me profil të plot arrin të mbijetojnë dhe të avancojnë. Leka Podgorica, futbollist shqiptar-amerikan i lindur në vitin 2008 në New York, është një nga ata emra të rinj që po depërtojnë pikërisht në këtë elitë selektive, duke u formuar në Portugali, në një nga mjediset më konkurruese të futbollit botëror për të rinjt. Aktualisht Podgorica është pjesë e skuadrës U19 të FC Famalicão dhe ku po vazhdon zhvillimin e tij në Portugali. Mbrojtës me fleksibilitet të lartë, ai aktivizohet kryesisht si qendërmbrojtës, por angazhohet edhe si mesfushor mbrojtës, duke i dhënë skuadrës alternativa taktike në fazat të ndryshme të lojës. Rruga e Lekës drejt Evropës kalon përmes MLS Next në Shtetet e Bashkuara, ku ai u formua përpara se të transferojë në akademinë e Famalicãos. Përshtatja e shpejtë në futbollin portugez i hapi dyert për aktivizime mbi grupmoshën e tij, duke kulmuar me rolin aktual në U19 dhe me stërvitje të rregullta me U23-shin e ekipit portugez. FC Famalicão konsiderohet një nga akademitë më të forta në Portugali. Të gjitha grupmoshat e klubit garojnë në Champions Phase, niveli më i lartë i garave për të rinj, ndërsa klubi është i vetmi jashtë 4 seshë së madhe, Benfica, Sporting, Porto, Braga, që ka fituar titull kampion në divizionin e parë U19. Skuadra e Lekës avancoi nga një grup i vështirë në një turne prestigjioz ndërkombëtar në Marok, ku përfshihej PSG-ja dhe AZ Alkmaari, duke regjistruar fitore të theksuara si 7-0 ndaj Udinezes, 3-1 kundër AZ Alkmaar dhe 3-1 ndaj Gironës. Rrugëtimi u ndal vetëm në gjysmëfinale, ku Famalicão u eliminua me penalti nga River Plate. Gjatë gjithë kompeticionit, Podgorica u dallua për qetësi në lojë, ndërgjegjjen taktike dhe prezencën fizike, duke u vlerësuar si një nga mbrojtësit më të spikatur të grupmoshës së tij. Në vitin 2024, karriera e Lekës mori një hap të madh përpara, kur ai u seleksionua për herë të parë për të përfaqësuar kombëtaren U16 të Kosovës, vendit prej ku vijnë prindërit e tij. Leka u lind më 19 shkurt 2008, vetëm 2 ditë pasi Kosova e shpalli pavarësinë e saj. Në nivel ndërkombëtar, Leka ka regjistruar 5 paraqitje me përfaqësuesit e moshave të Kosovës. Ai pati një ndikim të menjëhershëm duke shënuar një gol për Kosovën në turneun e UEFA-s në Tiranë në mars të vitit 2024. Debutimi i tij me kombëtaren e Kosovës e forcoi më tej statusin e mbrojtësit si një yll në rritje në botën e futbollit. Leka vazhdon të thirret rregullisht me kombëtarët e moshave të Kosovës. Leka Podgorica po zhvillohet në një ambient jashtëzakonisht konkurrues, në një kampionat ku përfaqësuesja portugeze e grupmoshës së tij është aktualisht kampion e Europës dhe e botës, dhe ku të gjithë lojtarët aktivizohen në të njëjtin sistem ligash ku po rritet edhe ai. Me interesin për profilin e tij në rritje, nuk përjashtohet mundësia që vera e ardhshme ta gjejë Lekën në një klub tjetër, si pjesë e një rruge afatgjatë drejt futbollit elitar evropian.